Filteri me zjedhje dhe renditjen e make-upit. Ky make-upi duhet të dali patjetër mirë se do dal me të. Hap të parë të vendosim powder bronzer. Që nisem me produkte powder, nuk jam shumë e sigurt si mund të dali. Po përdor bronzerin e Patrick Ta. Vazhdojmë me të dytën, do bëjmë qërpikët. Qërpikët nga që është diçka që unë zakonisht përtoj ta bëj, e bëj edhe si hap të parë të vetja, që pak a shumë ta heq qafe si proces. Nuk i bëra shumë krell, do i bëj prap krell më vonë. Okej, tani buzëkuq. Buzët i doja roz sot, prandaj do vendos të buzëkuqin roz. Pa vendosur lip liner, ngjan shumë çuditshëm. Vazhdojmë me hapin e katërt. Fondatin. Kjo do ta voloj komplet pjesën e powder bronzerit, po nuk na prish fare punë sepse do vendosim cream bronzer më vonë. Po shpërndaj të gjithën me një furçe. Vazhdojmë me hapin e pestë. Lip gloss. Ose roz i kemi, do vendos të lip glossin roz sipër. Ama shumë gjërë bukur. Okej, super, vazhdojmë me hapin tjetër. Do bëjmë primer dhe prishi të gjithën. Këtu ku po vendos, më hiku komplet pjesa e fondatinës. U shpërnda fondatina pak fare, po jo ndonjë gjë që na përqi shumë punë. Prandaj vazhdojmë me hapin tjetër që është lip liner. Do përdor një nga këto lapsat e Alexander Organic se ka shumë pigment, po nuk e di a do duket si për kësaj. Me gjithë të gloss që kam vendosur tani, po pse po duket buza shumë bukur. Me këtë sfidën zbulova një new lip combo. Vazhdojmë me ishte për false lashes. Okej, nga trova unë. Se i ngjisim tani. Sot mbaroj me vlogun e YouTube-it. Do e postoj këtë fundjavë. Prandaj nëse nuk më keni bërë subscribe në YouTube, shkoni më bëni që t'ju vi notification kur ta postoj. Qërpiku që ka shumë i gjatë. E ngatruam pak të pjesën, po nuk ka problem. Vazhdojmë me dy të fundit, konturi kremoz. Do përdor my favorite one që është ky i Marios, që dalloni. Aplikohet shumë kollaj dhe shumë shpejt. Mendova se do kishim dhe eyeshadow si opsion ose ndonjë gjë për vetullat, po nuk kemi. Nuk pas kemi as concealer. Atëherë shohim çfarë është e fundit, është highlighter. Highlighter të inner corneri. Okej, le ta gjykojmë. E para, nuk kam bërë asnjë gjë të vetullat që duken pak çuditshëm, po t'i krep pak, vetëm me furçe pa produkt me që nuk na u dha. Më pëlqen si make-up, nuk është fare keq. Ka dalë një make-up i pastër dhe ngjyra e buzëve nisi të më pëlqej akoma më shumë. Do doja të kishim paktën concealer ose blush, se sidomos blushin një herë se kam shumë qejf si proces. I jap një 7 nga 10, vetëm se doja të kishim pak më shumë make-up. Po më thoni se vlerësoni ju këtë make-upin dhe nëse doni ta provoj edhe një herë këtë filterin që të shikojmë se çfarë mund na bie ndryshe.